vetëm me mua dhe me Purple-in se çunat e kanë pushuar nga puna. I na futi. Ku mërzit Renato, Greta, të lutem bëj diçka. Renato, e di që ne na kishin shajt herën e kaluar se thanë ju bullizoni Andron. Në podcast. Po edhe mu më thanë. Jo, nuk është e vërtetë, Andron e duam shumë. Po Po Andro fitova ka nga- ca inside jokes me Renaton, kështu që merren vesh me njëri tjetrin, kjo gjëja nuk Tash ju mërzit Renato nuk kam do- shumë. O, Andro fol, Andro se dalim ne si. Po ja pas po si flas qe. Renato është mërzit tani dhe po i them që e kam xhan. Çka kam ku kam Nuk- dashuri më të madhe. Nuk është e vërtetë. Jo. Kështu që rrin. Si nuk është e vërtet? Jo, Që nuk se kam është- xhan. Jo, nuk është e Ah. vërtetë që ne të bullizojmë ty, ne Jo, duam s'është e shumë vërtetë, Andron dhe absolutisht. jemi shumë të lumtur që është mes nesh. U Që pref është shumë. është mes nesh, sepse s'do jetë për shumë gjatë. Okej. Si e keni kaluar, si keni qenë? Shumë vaj lesh për thonë. Pse Andra? Pse ka qenë mërzitur? Nuk e di ato histori që lexuam radhën e kaluar sikur më Gjithë javën ke qenë duke menu për ato besoj, ë? Jo. Po ç'a ke pra? Po bie tash do gjejmë një arsye për të thënë këtu se s'mund të nxjerrim hallat e shtëpisë të podcastit Greta se marrin njerëz me komente. Renato pse s'po flet? Mërzit shumë. Jo, nuk jam mërzit, por që sot kam vendosur të jem intelektual. Sot ka vendosur, po, vendosit- sepse e dashi këshilli thash bëu çik serioz i thash. Po, e çik serioze kishte edhe një koment që Po. ai djali aty, Po. jo, Renato ka thjesht rolin e Karagjosit dhe që çdo gjë e kthen në batuta që ta dini, sepse kur do të flasë Renato, rrim gjithë qetësi dhe dëgjojmë. Po, Kështu e që vërtetë është. unë çuna të dy i kam shumë të mirë dhe të dy i dua shumë, kështu që Mos ta merr shumë me të mira Greta se na rriten veshët pastaj. Po pastaj u pushon nga puna edhe. Jo, nuk mundesh pasi kam një kontratë. Renato nuk thash e. bëu intelektual, po jo ti sjellësh gjithashtu si ChatGPT-ja. O çuna, na kanë ardhur shumë histori të lezetshme. Shumë e mërzitshme. Hajde 3 minuta. Pra, Okej, hajde vazhdojmë tash i kthemi normalitet. do vazhdojmë të lexojmë historitë apo do ne të bëni pak mohabet me njëri tjetrin të Bëjmë çik mohabet. shmallani Pe Juven. E pash, më lejo mos na kujtoj Juven kot. Okej. Po, Po Kaq mohabeti çunave kaq. Jo, do folim kisha edhe folë për edhe Viagra, për- po s'është mohabet tjetër. Po. nuk- Kam edhe një pyetje për ju çuna. Po. Pse ju çunat Po. gjithmonë kur keni shumë mos interes se çfarë ndodh në botën e jashtme. Për shembull është dhe një trend TikToku që ka dalë, kështu që janë një çift duke ngrënë darkë dhe i thot ky i dashur i thot kësaj gocës që ishte nda Sara me Nikon. Po, Edhe i thot kjo, "Ua, pse?" Ku ti jo thot? Kam kujtoj kjo Sara me Nikon. ë? Kjo Sara me Nikon kam Jo, pas kujtoj. ideja që s'do të merresh me llafe plako kjo. Dhe i thot kjo që pse u ndal, po ku ti jo thot punte Po e vërtetë është to Gret për Jo, zotin. pse E di pse. ka ishte pa interesuar në këtë pjesë. Do Ju përgjigjen e lutem. gjatë apo Ma përgjigjuni. Përgjigjen e gjatë apo përgjigjen e shkurt? Si doni. Përgjigj ti Renato i pa. Po jo, mos jam intelektual, do ta mendoj pak Okej, rregull, po them Ha. pra. Shkurt, we don't care, nuk na intereson. Nuk ju intereson. Kurse gjatë, po ti futemi aty muhabeti që merremi pse janë nda, pse s'janë nda e kështu etj etj. Po mirë më të bësh gossip me Po pra, dashurën tate. bësh gossip me dashurën, po të futemi aty do kalojmë te një histori e ishit tim pa dashje, dhe ajo do mërzitet dhe pastaj do ndahet. Okej, nice, e bukur kjo po ti. Njeriu ka ca prioritete në jetë që ChatGPT më shpejt, lutem. Lutem. Jo kaq slow. ChatGPT më shpejt. që nuk ka interes, përderisa ato nuk bëjnë pjesë në jetën time dhe nuk ndikojnë tek objektivat e mi, nuk kam se Ora sa e gjumë. merrem as pak me Se ato persone. edhe në ferma nuk është se kanë interes për ne në jetën tonë, po duam të ndaj me ju the tea. Duam që të Po- bëjmë muhabet me ju se kalon anglisht oui. Si vous Oui, plaît. mademoiselle. Mund të jetë edhe frëngjisht, si Je vous passant plaît. de fond. Dembélé. Je la fond. Renato, please, Po. can you talk normally? Okej, thjesht nuk na intereson më plak, shumë e thjesht. Ç'a do të dish më shumë te kjo histori tani? Ideja është që ti jesh intelektual, Po. do thotë që ti jesh i sakt, jo boring. Ku ju thot boring ti? Jo ty. Okej, mirë, pra vazhdojmë me historinë e parë se jeni të dy shumë boring. Do i themi publikut për atë mu? Për çam? Për smundjen e Grecës. Atë ja themi? Apo ta mbajmë për? Ta hapemi GoFund po. Se ça s'mundi kam unë. Jo di Renato. Mendore. Jo. Po. Jo, bu. Se di ti. Ose kjo është një gjë që e sheh vetëm ti. Ja do e shohim tek historitë në vazhdim. Atëherë historia e parë, so there's this pra, është një djalë.
E kam njohur gjithë jetën time që në Kopësht kam qenë dashuria e parë dhe unë e ati dhe ai e imja. Para 3 vitesh u takuam rastësisht në Angli dhe ne vazhduam një lidhje që zgjati 1 vit e gjysmë. Në momentin kur unë mora vesh që kisha ngelur shtatzan, reagimi i tij më futi në mendime sepse u shokua. Dhe 3 net më dilte në ëndër si kur unë duhet të shikoja telefonin e atij që të zbulohet diçka. Gjithmonë intuita vajza, ëndrat. Nëse bënin në realitet ne na del në ëndër dhe nëse s'na e thoni. Një ditë e zuri shumë mirë. Një ditë e zuri gjumi dhe la telefonin hapur, vendosa ta hap sepse kisha një breng që s'më linte të qetë. Aty shikoj mesazhet me të fejuarën e tij që e kishte që kur ishim lidhur bashk. Shokohem, i kërkoj të largohet dhe të më lëri të qetë sepse u shkatërrova fare si person. Nuk kaluan 2-3 ditë e humbase fëmijën. Nuk e di se si ndodhi, po mbase ishte më e mira që mund të ndodhte. Për disa muaj s'më ka lënë të qetë, ndërkohë gjatë gjithë kësaj kohe kishte vazhduar të gjitha procedurat për të marrë atë vajzën dhe të martohej me të. Do zoti më në fund e largova nga jeta ime. Problemi është se unë jam shumë e shkatruar dhe ka kaluar shumë kohë. Nuk dua të njoh as të kem të bëj me asnjë mashkull tjetër, ndërkohë ai ka vazhduar jetën e tij. Pse janë meshkujt shqiptar në këtë lloj mënyre? Dhe ta mendosh që kjo histori nuk është vetëm kaq, ka më shumë gjëra traumatike që kanë ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe dhe që më kanë shkatruar. Kristi. Sa nga fol. Se di, thash nuk do të dilsha nga intelektuali plek. Mos dile burri. Tani do të vazhdoj edhe herë nga parë të kthehemi intelektual. Tani duke kështu pak edhe prekse si histori të drejtën, edhe nuk po më vjen ta trajtoj shumë. Jo, nuk është për të trajtuar fani, është Po pra, situatë shumë delikate. Po duhet t'jap thjesht ndoshta një mesazh që nuk jam dakord te kjo pjesa pse meshkujt shqiptar janë kështu, e kupton, sepse mund të kesh edhe meshkuj, ku diun, brazilian që mund sillen në mënyrë të tillë ose domethënë thjesht Nuk është vetëm me shqiptar. Po pra, s'ka pse e fut në këtë në kornizë Po ajo është gënjur nga kjo gjë që nga kjo gjë, okay, tani traumë. një sipas mendimit tim kalon sfida, kalon situata të vështira, por që shërben si prova për të vazhduar përpara dhe për t'ju bërë ballkun e sfidave, e kupton? Kështu që tani okay, janë situata që ndodhin, janë situata që ti duhet ti marrësh si mësim dhe në lidhet e tjera që mund të kesh ose një të tjera, të mos bësh një atë gabime. Tani ajo që ndodhi dhe është i përket shkuarës, e kupton? Nuk është se ti mund të përmirësosh si rob duke përqendruar energjinë tënde dhe vëmendjen tënde tek ajo që ka ndodhur. Po njeriu duhet të vazhdojë jetën. Po, duke thënë shumë me fjalë. Është e dhimbshme si. Po, kur e thon shumë me fjalë, okay, gjani çik sikur po jep mend dikujt që është komplet i shkatruar, sepse ajo e tha vetë, unë tani nuk dua të njoh as njëri tjetër, më duken sikur gjithë meshkujt shqiptar do jenë kështu. Po e mendoj pak më, domethënë, mendoj që kjo jo vetëm që është gënjur në një nivel në raport marrëdhënie, po edhe personal, si person po thotë që është tjetërsuar. Normalisht tani të humbësh një fëmijë, të humbësh një marrëdhënie, ta nisësh jetën nga e para, nuk janë pak, e kupton, edhe nuk është se ke shumë çati trajtosh, nga një anë edhe ka shpëtuar siç e tha vetë se pse të mbash fëmijën. Jo nga një anë, ajo thjesht ka shpëtuar nga i person. Po prapë njësia e humbjes një fëmijë është një plagë shumë e madhe, e kupton, nuk është diçka që besoj unë jam femër vet, po besoj që për një femër të humbësh një fëmijë nuk është pak. E kupton? Edhe të humbësh edhe një person që kjo thoshte e kam dashur, që e vogël, që në Kopësht, janë gjëra që të prekin. Në paktën kur e mendoj unë veten pozitën e kësaj vajzës, ndodhte një gjë që të humbja një fëmijë ose të linte dashuria e jetës, tani jetë nga e para. Janë gjëra që të vrasin, e kupton? Duket e vështirë, sepse ne po trajtojmë shumë, ndoshta po gjykojmë ftohtë dhe thjesht duket sikur po japim si mendim dhe duket e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, por që në momentin që do vazhdoj, që të eci përpara, do kuptoj se sa kohë ndoshta ka ardhur në gjendje, e kupton dhe okay, fillimi mund të jetë i vështirë, por që në momentin që kjo do vazhdoj dhe ti po kushtohet jetës vetë, të vazhdoj përpara, do kuptoj që ka humbur shumë kohë. Për mendimin tim, jeta nuk ndalon për asnjë dhe për asgjë. Këto janë sfidat që ti duhet të mësosh prej tyre dhe të vazhdosh jetën tënde, sepse nuk është fundi i botës, gjithçka ka një zgjidhje dhe ti e meriton një shans të dytë për të njohur dikë që vërtet të do, të vlerëson dhe të krijosh një familje sa më të bukur, gjë që uroj me gjithë shpirt për ty që të ndodh. What doesn't kill you makes you stronger, ka thënë një kush. Edhe një ti. Ujku Vorës. Okej. Okej, kalojmë tek historia e radhës. Çfarë mbyllje? Me ujku të dramatizoj mi çik sa. Shumë bukur më pëlqen. Vajza e mori thelbin e gjës, kështu që uroj më të mirat realisht.
Hello Greta, me thënë të drejtën jam në territor armiku. Greta për Greta. Se ju jeni për shumë. Hello Greta. Ose bulzi. Mirë, se e lexova gabim, se është Hello Greta. Është Greta dhe Çunat. Ka lezu gabim. Greta dhe Çunat. Edhe Purple-i, Pupulli. Hajde le të bas. Churchill. Hello Greta dhe Çunat. Hello Greta dhe Çunat, me thënë të drejtën jam në territor armiku sepse unë jam toksike në këtë rast. Ti nuk je asnjëherë toksike. E kuptoj që është gabim, po s'kam ç'ti bëj. Absolutisht. Në fund të fundit jemi që një njerëzore të nxitur nga instinkti. Bravo! Unë jam single, por dal me një djalë të martuar. Absolutisht gabim. Absolutisht gabim. Gabim. Jo, të lutem lexoj edhe një herë, ta dëgjojnë mirë. Gabim. Unë jam single, por dal me një djalë të martuar. Kënaqemi shumë bashkë dhe mund të them që e dua shumë. Me dua shumë, thot dhe ai mua. Edhe ai ty? Dyshoj. E do. Plus ai ka sa pak kënaqësi nga gruaja dhe gjëra aty tek unë. Çfarë mund të jem pak kënaqësi nga gruaja? Se kënaqë shtrat. Në shtrat. Shtrat, e vajzë doli pak kështu. Ndoshta si ka ato çerçafet saten. Ose është ajo që e mbani mend çfarë folën në episodin e kaluar që çfarë bëj dot gruas. Po, bëj dikujt tjetër. Ja rast. Jeni budallë janë budallë përfundimisht. Me dokument. Nuk ndahet dot për arsye se familjet e tyre ndajnë një biznes për çndivone, nuk shkëpotet. Sa biznesi kanë këta më plak. Këtë të ka thënë? Këtë i pas ka thënë. S'ndajmë dot se kanë biznes. Arsye biznesi ose si këto çiftet nuk ndahem dot se i kemi bërë familjare, po do ta ndajnë në një moment të dytë. Se kam i go misteri. Do ta ndajmë pjesë dytë. Se çuaj pastrim kimik. Problemi qëndron që bën dy njerëz super xheloze kur e mendoj që në fund të ditës do shkoj të flej me të dhe bëhen toksike. Se bëhet xheloze? Për gruan pra. Për gruan pra. Okej. Dhe bëhem toksike, i kërkoj të vi tek unë direkt. Pastaj them vetes çfarë bën mi budallaqe se është i martuar. Po kjo është e martuar? Jo pra, është single. Okej. Si lutem shumë tani se ti ishte martuar se kishe bot gabim ajo. Si t'ja bëj? Për shpirtun vazhdoj kështu të rjetën, nuk e kam problem. E ju jeni të smura, ju keni probleme vetën. Ju jeni më fal që po e them. E plasi. E tha. Unë jam shumë girls, por jo në këtë rast. Ju jeni tipike nga ato që doni të merrni burrin, tipike bundra. Hajdute! Bundra! Mos ju vi keq fare. Ju që ndërhyni në një familje dhe sidomos duke e ditur që ai tjetri është i martuar, jeni Gret, do t'jap mendim për këtë realisht se nuk e di çfarë them. Çuna. Jo, unë realisht do të thënë që realisht e kështu. Po, realisht. Që të heqi çik edhe këtë ndjenjen e fajt edhe mos të titullohet me këtë emrin që sa po përmendi, nuk më zegoja për shkak se jam intelektual sot. Edhe besoj që nëse do doj vërtet një mashkull që t'i plotësoj ato që po i plotëson ai aktualisht. Ka ty. Si s'ma bori menja, që do dilte këtu. Flau? Thuj drejten, mohoje po desh. Jo se mohoj dot sepse shik rasti. Jo, po shtras jo, është. Po, ti për shembull mund të fitesh me Renatën dhe mos ndash familje tjera. Po ku e di ti Renatë që edhe ty s'do të rradhtoj dhe më edhe i tjetër. Po unë do të rradhtoj. Jo, është ide këtu që ai mund të ketë në një kështu mund të ketë. Ne do i kemi marrëdhënie tradhtie. Mendoj pak më se po sigur. Sa perle plak. Marrëdhënie tradhtie, pra ti lidhesh. S'ka lidhje ajo. Lidhesh. Po sigur kjo. Ti tradhton, ajo tradhton, marrëdhënie tradhtie. Bukur. Tradhthoni në pak. Jo, mos e ngjoni. Po sigur kjo të ketë një king për burrat e martuar. Domethënë që kjo Kingi. Kingi. Jo, King, se di sa them shqipo vlla King, ka një mbret. Jo, o ChatGPT. Fetish për burrat e martuar. Këtë gjë kështu që janë. Këtë fetish po e shohim shumë të përhapur ditët e sotme. Po pra, mund të thosh që i marr, po jo do të jesh fiksi martuar, domethënë atë bën turnon fakti që. O çuna dini ndonjë rast ju të ndonjërs që është Naza, kupton? Që është i martuar dhe ka kështu dashnore dhe femra që ka dashnore e din që është i martuar dhe se ka problem? Po, Dan Bilzerian. Shqiptar, nga këto raste që di Renato që kam një shok të emin. Kam një shok. Që ajo goca
është kështu Kam i shok që ajo goca. Kam i shok, po, pa i shoku njefat gocën. E kupton? Po ajo goca ka një marrëdhënie me dikë tjetër. Dhe takohet me këtë shokun tim. Por që realisht nga mohabeti që më ka treguar shoku, kalojnë shumë mirë bashkë. E kupton? Kënaqen, Benefit, miq me benefite. Miq me benefite. Po thuhet se kjo benefit, unë po them për rastet që janë të martuar, kanë dashnore dhe dashnori e di që është i martuar. Po ke pafundmi. është me ajo gavjotat e telenovela. Konkret. Jo, vetëm rast që nuk ka. Ka për befasi tani me të drejtën. Por që unë s'kam një mendim për këto, ju kam lënë Zotin. Ju kam lënë. Është rast shumë banal, e kupton fakti që kjo shko me i burr të martuar, s'ke shumë çat i komentoj. Po ti Andra, bëhem xheloze. Ky është problemi. O ti Andra pas 10 vitesh edhe ti Renata, martoheni. Po. Ju vjen njëra, shal gjatë. Po mirë se të vi, mirë se e bëni Zoti. Jo, na vjen të dyve. Është bekim nga Perenia. Është dhuratë, dhurata ti pranon dhe mreti. Do trastoj gruan, do thoshte s'ka gjë e pranoj, thotë që e ke ti. Sepse në atë moment Zoti ka pa një dyshim tek ty, tek marrëdhënia që ti ke dhe ta sjell, që ti ta vërtetosh vërtet. Shiko, nuk e di çfarë do të pas 10 vitesh, e kupton po. Po pse re ju të jeni të martuar dhe ti thot ajo tjetra, baby, dua të jem dashnorja jote, le të jem e dashur, ajo dashnorja, s'po e banalizoj, pavarësisht se dashnore quhen. Dashnore më thuaj s'ka gjë se jemi plus 18. Jo, dashnore quhen, sepse kur ndërhyn një marrëdhënie që e di që ai tjetri është i martuar, dashnore quhen, e dashur ka stad tjetër. Të lutem. Të lutem. Po mirë, s'ka gjë, edhe i martuar mund të kesh të dashur. Si psikopate. Apo jo? Jo, okay, nice. Pse ti do të trastoje gruan ti ajo? Jo, se thashtë. Tani I po them jo se po haj llafe. Po haj llafe në shtëpi. Imagjino e plagut të lidhesh ti, e kupton, të martohesh. E ka thënë Andro që është një marrëdhënie. Po prit më duro, të martohesh, të kesh fëmijë dhe të kapi ajo këtë intervistën që ke thënë ti pas sa vitesh. Ju lutem, këto intervista atje janë shumë konfidenciale besoj. Po nuk i shef njëri. Kush sa do të kam marrë? Se ti Renato do të trastojë gruan? Vinte të njëra dhe thoshte sa gjë. Thash është bekim nga Perëndia, nuk e zgjolla unë, nëse ajo erdhi e ka sjell Zoti, nuk e solla unë. Atë gjeta me sy. Unë besoj që, shiko, pas 10 vitesh sa vesh dhe unë, jem 30 edhe sa vjeç. Po jo, është. A kupton? Njëru ka momente të psi, ka momente daddy vibes, ku diun çan këto. Unë ja dhash mendimin kësaj gocës, kështu që nëse do të jesh e dyta gjithjetën, qëndroj dyta gjithjetën. Pastaj. Vazhdoj me historinë e fundit. Ndoshta ajo të gjithë besojnë në dashuri, aq më pak në dashuri që kanë diferencë në moshë. Unë dhe ai kemi 10 vite diferencë. Jetonim në një lagje gjithsej 4 minuta larg njëri tjetrit. Se kisha parë kur më parë dhe pse ai mua më shiti tek vrapoja tek autobusi kur isha me vonesë. Sa cute. U njohëm, u fejuam. Kjo që ka një histori dashurie dhe njerëz të lumtur. Ka dhe çifte të lumtur. Më saktë njerëz më të afërt tanë na njohën. Jetonte jashtë shtetit, isha në shkollë, më mungonte shumë nga dikush i panjohur, ai u bë personi im më i dashur, shpirti im, gjithçka imja. Por si çdo çift dhe ne kishim ulje dhe ngritjet tona, momentet tona më të mira dhe ato më pak të mira. Por kur nuk kemi ndenjtur pa i kërkuar falje, pa e përqafuar ose madje të flemë të zemëruar me njëri tjetrin. That's love, girl. That's love. Si ai edhe unë. Yes. Në tetor u martuam. Sa cute. Po. Ishim shumë të lumtur pasi më në fund do jetonim së bashku, jetojmë në Gjermani, jemi shumë të lumtur dhe nga dy persona me një dashuri shumë të madhe, ndoshta po rrej një zemër tjetër. Besoni në dashuri, dashuroni. Love is love. Sa bukur! Një big up. Sa histori e bukur. E shikoni që ka dhe çifte që duhen, përfundojnë të lumtur, nuk tradhtohen. Dhe pesa e bukur sa bukur kishte fol, besoni në dashuri. Po, edhe mënyra se si ishin njohur. Po, shumë nice. Nuk ishte për përshtypje kjo diferenca e moshës, kishin vazhduar jetën e vet. Shumë chill. Edhe pse diferenca. Juroj një jetë lumtur realisht. Edhe pse na keni thirr ndasë, nuk ka problem. Sa na çon e llokume, po ashtu. Dhe me si quhet kështu kur është shtatzane. Jo me ideal, nuk thuhet më se të quhesh keq. Me një fëmijë. Urime, një shtatzani të shëndetshme. Ti Renato si mendon? Nuk flasëm për të Greta. Jo, fol, s'ka. A mund flas? Po. Okej, faleminderit. Shumë bukur, thotë, atë nuk ka se më prekin shumë këto histori romantike, nuk ka se më japin ndjesi, ku jam çik kështu si tip e kërkot. Po thonë, okej, bukur, kaq, por nuk ka se përjetoj të them drejtën.
Beson ti në dashuri? Se kjo tha besoni Toni në dashuri, dashuroni. Love is love. Po okay, po besoj në dashuri, po nuk besoj te kjo kështu si dashuri që të për pralla, e kuptoj kështu. E konceptoj ndryshe të drejtën. Edhe plus nuk e di, nuk me këtë që do të them mund të hapi debat këtu, por që për shembull nuk jam shumë dakord me këtë diferencën kaq të madhe të moshës. Jo që jam kundra, por që sa vjeç është diferenca? Se di, do të thënë për mua idealja do ishte tek 5-7 maksimum. Unë bën përshtypje me thënë bën përshtypje me si 7 si 10 çam ka. Për mendimin im, e kupton. Prandaj pra dashuria është dashuria. Ore, jam shumë okay, mund të ndodhin. Mund dashurosh me një mami ti 10 vite më të madhe se ty. Mami është tjetër mohabet. Kështu që, por që nuk e di pse, kjo diferenca e moshës. Unë mendoj që funksionon më shumë këto. Mendon? Edhe unë. Okej, a mund të bëj një pyetje? Po, e fundit. Po, e fundit. Por në rast se është e kundërta, pra femra mund të jetë 10 vite më e madhe. Po, çfarë do kishe problem? Kemi një rast të ca vipave tani që femra është 10 vite më e madhe se ai çuni dhe i vdes për atë le kokën. Shumë famshëm biles. Shumë dakord jam. Ti do ndjesh rat për shembull? Çfarë diferencë ka një mashkull 40 me një femër 30 ose një femër 40 me një mashkull 30? Çfarë diferencë ka? Dashuria është dashuri. Sipas menimit tim, mashkulli do të jetë më i pjekun, e kupton se sa femra ndoshta. Dhe diferencë, po. Ku është kjo diferenca moshës dhe femra është më e madhe, femrat ndoshta piqen edhe më herët, e kupton? Nuk e di pse më duket sikur kanë ndikon marrëdhënie dhe plus kam dëshirë ti mund më i madh plak, e kupton? Ti mund ai ke personale. E kam lufta çika edhe personale. Personale, okay. E kupton, por që jam shumë okay, mund të ndodhin, alin jetë lumtur. Jo, edhe mund të ndodhë, po për vete, po që më duket sikur funksionon. Nëse do merresh vesh që një gotë që unë mund ta kem qef, dhe ajo është 10 vite më e madhe se unë, nuk do vazhdoja plaku aty, nuk do ndjesh rat, nuk e di pse. Besoj do ndryshosh mendim në të ardhmen. Okej, me gjeni po me gjetë nuk është. Tani kërkoj më të mëdha mosh për Renaton, përveç mamit. Ti është duket se këtë histori që tregoi Greta. Ai zoti ma, nuk e di pse më kanë kufizuar shumë te ky podcast. Nuk jam i lirshëm si dikur. Komunizmi. Thuje, çfarë do të them tash, miku, dëshira miku. Edhe mu mikën gjitha, me thënë drejtë. Love is love, tha bukur ajo dhe mësoj me këtë. Love is love, besoni në dashuri dhe dashuroni, mos i ngjoni njerëzit që jo po s'ka, besoj te këto dashuritë si pra, ka. Ai që ju kërkoni është atje jashtë, dashuria juaj që ju e kërkoni, si ta doni ju është atje jashtë, never settle for less. Kështu që mos i ulni standardet tuaja sa ai tjetri thotë, ose bëj unë këtë, se bën të Mirëpafshim, do i bëj dikush tjetër, është dikush tjetër atje jashtë që do t'i bëj këto gjëra dhe 100 herë më mirë se sa ti. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje miqtë mi, sot kam të ftuar një yll special, një njeri që bën drama, një njeri që zgjidh drama. Eni Pitrin. Përshëndetje Greta. Trokiti, ju lutem për Eni Pitrin. Si jam mësuar me kaq shumë duar trokitja. Përshëndetje Eni Bitri, të falenderoj shumë që pranove ftesën. Shumë ftove je. Ke marrë gjithë dynjan këtu vetëm mua, jo. Me Enin kam dalë pak keq me thënë të drejtën, se i kam thënë do të marr, por ja, je personi i tretë, çka ke? Duhet isha i pari. Në horoskop dash i pari, gjithë jetën i pari, mos isha këtu i pari, po s'ka problem. Po mirë, je i rëndësishëm, tani çka ke? Okej, jam pjesë. Ti e din. Më fal që si bëra ato adetet. S'ka problem. Alla shqiptar që komposto, kafe, por t'ja poshtë. Jo, rëndësi ka që erdhe, rëndësi ka që më mbajte me muhabet, jo, para se të filloni. Detyra ime. Edhe kështu, po si je? Jam mirë. Ti si je i herë? Mirë. Depresion. Mirë, depresion e kalojmë. Me punët mirë? Punët mirë, ecin nga pak, herë ngecin, herë ecin, po jemi mësuar me këto ullet ngritje tani, kështu që ai kemë këto debatet në për TikTok, Eni mendje madhi, Eni arrogant. Se hap të drama.
Pse i hap këtë drama? Që të heq atë ndjesinë e barrës sepse jeni është shumë njëri i thjesht, shumë pozitiv. Po më gjykojnë kod. Po, gjykojnë kod. E vërtet. Unë jam robi më i thjeshtë mund të ekzistoj se është ngjan pak narcisiste kjo si gjë. Por me të vërtet jam njeriu më i paqët, më i qetë, më i lumtur dhe shikoj gjithmonë Terezin time, nuk i bim qaf askujt. Të tjerët bim qaf mu, po çfarë do tash? I ka jeta këso. I ka jeta këto njerëzit që do na ngacmojnë, do na fusin kunja gjithmonë do ekzistojnë. Gjithse kush e Terezin e vet them unë. O jeni të pyes, a ke pas ndonjë marrëdhënie toksike ti në jetën tënde, duke ditë dhe këto historitë që më vinë mua në podcast. Nuk ka lidhje vetëm dashurore, edhe shoqërore. E kuptoj, shiko toksiku në gjithë këto marrëdhëniet e mia jam unë. Pse je njëri toksik? Edhe unë jam pak. Po e them me plot bindje që unë jam toksiku në gjitha marrëdhëniet që kam pasur, do kem dhe do vazhdoj të kem. Po pse e konsideron veten tillë? Pse mos ta konsideroj? Po toksiciteti nuk është gjë e shëndetshme. Pse jo? Mund ta shikosh anën pozitive. Ka interes, dikush bën më shumë për ty, xhelozia është toksicitet, por prapë është e bukur. Nëse ty të mungon xhelozia, ti thu pastaj mungon diçka. Po mirë, duhet pak, po jo shumë. Unë duket se unë dhe ti si shumë. Por jo, ju nuk duhet të merrni shembull nga ne, duhet të jeni njerëz toksik, duhet të jeni njerëz të... Jo, mos të jep këtë mesazh, të gjithë duhet të jenë toksik. Kush lezeti gjithë gjës pastaj? Jo, pra se njeriu ka nevojë për marrëdhënie të shëndetshme, për njerëz që të kuptojnë pavarësisht sa i njerëz jam unë, po të tjerët duhet të jenë. Po në shoqëri, ke pas ndonjë zhgënjim, ndonjë gjë? Shiko, unë gjithmonë rrethin e kam pas o shumë më pak. Kur e kam pas shumë nuk më ka ecë, po dhe kur e kam pas pak, kam kuptuar që prap nuk ecën. Thjesht me kalimin e kohës të gjithë ikin, kështu kam bërë njerëzit që unë kam pasur në jetë, kanë ikur. Pse? Çfarë ka ndodhur, për shembull? Unë dua të di një rast. Dua të di një histori fiks personale tënde që ti e ndan te gossip. Ka ndodhur shumë shpejt. Tani ka ndodhur afër dhe me një mikeshën time shumë të ngushtë prej 8 vitesh. Duke qenë se unë nisa këtë fushën e influencer, video, mu dha një mundësi, e shfrytëzova këtë mundësi dhe thash, okay, pse mos ja jap edhe unë dikujt tjetër këtë mundësi, siç e mora unë që ma dhanë të tjerë e bëra vete ku ta di unë do jepja gjithë ndihmën time për dikë tjetër, investim kohë, punë ku ta di unë, për dikë tjetër pa. E bëra gjithë të gjën, e ndihmova, s'e bëri më kurrë, dhe tani thjesht nuk flasim. Nuk e di a është xhelozia, ku ta di unë, por prap. Kjo do me thënë që më mirë. Mbaj gjithë gjërat për vete dhe jem rregull. Gjithë gjërat për vete. Tani kam kuptuar që nëse jam unë mirë, nëse gjërat më ecin mua mirë, gjithë ecin mirë, nuk më intereson më për tjerët, më intereson vetëm vetja ime dhe nëse jam unë mirë, janë mirë gjithë. Gjithsesi unë e di që ti ke dy njerëz cilët kujdesen shumë për ty, që është Niko dhe Sara, që i përshëndesim shumë edhe Nikon dhe Sarën, se pa ata nuk e di vallaj. Që kam parë që keni një shoqëri shumë të shëndetshme. Shumë, po jemi bërë eltria. Nuk zihemi se neve nuk na la as puna me të drejtën. Zihemi për kështu budalliqe të vogla, jo një foto kështu, jo bëj këtë mirë, jo mos e bë këtë mirë, po jemi gjithkohës në angazhim pune, do mblidhemi për punë, jemi gjithkohës punë. Pra jeni një shoqëri e shëndetshme. Jemi një shoqëri e shëndetshme. Kush ka qenë një zhgënjim që mund ta ketë dhënë një mik ose një afër mioti që ti ke thënë, okay, nga ky se prisja. Dhe çfarë ka qenë ajo gjëja? Gjithë. Nga gjithë. Zhgënjim. Shika, unë e shoh. Dhe çfarë nuk do tolerosh ti më që të ndodhi? Do më thonë, ndodhi kjo gjëja, tani unë e di se si është kjo dhe nuk do ta toleroj më tek një person që e shoh një gabim, e shoh një red flag dhe ta toleroj. Nuk e bëj më. Unë jam ai red flag. Okej, se po nxjerr veten time keq. Nuk është e vërtetë, është njëri i mirë, është paqësor. Shiko, unë pavarësisht se them që shiko se këtë gjë më nuk do ta bëj ose nuk do ta toleroj më ose nuk do ta fal më, unë jam po prap ai që them hajde se po ja jap edhe një mundësi, hajde se po fal prap. Nuk jam i qëndrueshëm dot kur bëhet fjala tek njerëzit. Në njerëz shumë të ngushtë ose familjar ose miq ose ku ta di unë, sepse unë dua të ruaj raportet, sepse ashtu siç kam luftuar, punuar që të kem raportet e shëndetshme dhe them ndonjëherë që okay, hajt se po e fal këtë gjë, po bëj sikur se shoh këtë gjë, sepse
nuk dua që të prish raporte, nuk dua të prish miqësi, edhe prap gjendem aty duke falur njerëzit, duke i dhënë njerëzve mundësi edhe nuk t'jap dot një përgjigje ndryshe. Do ta falje ti tradhtin në qoftë se do kishte një justifikim? Jo. Në asnjë lloj rrethane. Them, më mirë vdes sa të vazhdoj më me X person. Nuk e din qofse e ke parë një intervistë të fundit të dikujt që tha që unë do ta falja tradhtin sepse po mirë se ka njerëz që janë shumë okay me këtë gjë, sa e falin, e kuptojnë, unë nuk e për trurim, nuk e përpunon dot që kur thu tradhti, stopohet, fiket automatik. Edhe unë ashtu bën, për zonë, unë ersohem, gjithane, unë vjen çat kjo është ndorë, ka be nuk e di, thjesht ersohem. Në asnjë lloj forme. Never. Okej, një shumë faleminderit. Faleminderit. Je gati që të komentojmë disa histori që jam shuar gjithë jetën për ta thënë, ja ku jam. Atëherë, historia e parë është rast për ndjekës. Je gati? Gati. Po të shkruaj për një histori që më ka ndodhur që nuk di se si t'ja vej emrin kësaj situate që po më ndodh. Këto kohët e fundit ka ndodhur disa gjëra të çuditshme me një djalë që e kam në universitet. Pra, këta që e kanë në universitet. Në universitet të dy. Sa mund t'jenë 20, 21, 18? Atë. Filloi e gjitha në momentin kur ai më vëzhgonte çdo lëvizje që bëja, shikonte me kërria në çdo moment dhe një ditë më preu rrugën kur po ikja për në shtëpi. Të dy nuk kemi folur asnjëherë me njëri tjetrin, por kemi shoqëri të përbashkët. Gjithsesi mendoj se të dy kemi pëlqim reciprok për të dyja palët. Para disa ditësh në kafe, ky ul para eksit të tij dhe e shikonte her pas here, o zoti ma këto eksa. Se kuptova fare, këtë më duket fikse ajo memja të çuni mirë të çupën, araniti të çuni ti me të drejtën. Tani, edhe është një djalë që përndjek të vajzën. Po më duket përndjekje kjo thot që mendoj që kemi një pëlqim reciprok. E mendon. Po. Por personi në fjalë nuk i ka shprehur asgjë. Ndoshta kjo mund të jetë delulu. Dhe ky po, edhe kjo mund të jetë. Dhe ky është ul përballë eksit. Ky është ul përballë eksit të tij dhe kjo goca e ka parë. Punën e vet ka bër. Dhe 2 ditë më vonë e pash me një gocë tjetër dhe në momentin kur më pa u largua me një herë nga ajo dhe bëri po të njëjtën rrugë me mua, por e theksoj që ne të dy nuk kemi pasur kontakt deri më tani me njëri tjetrin. Kam nevojë për mendimin tuaj rreth kësaj situate sepse më duket shumë e komplikuar si punë. Ju uroj më të mirat, apo më përndjek ky njeri mua? Jo, nuk po e përndjek. Ai person po shikon të erëzin e vet, ai që ka i fokusuar tek ishja e tij. Po jo, sepse e ka parë dhe me një vajzë tjetër, dhe të njëjtën gjë bë ka dhe me këtë. Nuk mendon ti që është ky një rast përndjekje ose mund të jetë një djalë që i pëlqejnë të gjitha vajzat. Mund të ketë parë vetëm kjo, e kupton? Nuk më lidhet kjo historia. Sepse kjo gjithë gjë mund ta ketë shpikur vetë në kokën e saj. Shiko, femrat kanë intuit shumë të fortë. Po dhe meshkujt kanë intuit shumë të fortë. Po ne ndjejmë kur dikush na shikon, na vëzhgon, na ruan. Po ndoshta ju gabon intuita kësaj radhe. Ai po shkon të shkojë eksin e vet, ai në tërzi. Po këtë gjë mund ta nuk është për ndjekje, rri e qet, fli gjumë. Ai po shikon eksin, ndonjë mundësi rikthimi. Okej, nuk çeka një rast për ndjekje, u tremba, thash o po çeka me traumë shkreta. Hiç dorë nga ai gjithsesi, sepse ai ka mendjen të ishi. Te ishi, nuk e ka vetëm te ishi, se shifte edhe një gocë tjetër, shef edhe këtë. Kështu që ai mund ta ketë mendjen të gjitha femrat që kalojnë. Ose do të gjej. Përderisa nuk kanë folur, ai mund ta ketë vëmendjen e kujdo, kështu që. Ose mund të po kërkon tek këto vajzat e tjera të lidhen që ka pas me eksin. Basta. Kjo është e frikshme ndonjëherë të kërkosh dikë tjetër te dikush tjetër. Ua, sa e frikshme të martohem unë pas nesër me dikë që unë mendoj që e dua, dashuroj dhe ai të mendoj eksin e vet, sa e frikshme zoti i madh. Edhe të mendoj ai, sikur të ishte ajo tjetra shumë e tmerrshme. Prandaj njerëz duhet të mendojeni mirë përpara se të zgjidhni partnerin e jetës dhe të siguroheni që ai ju do shumë me zë të lartë. Shikoj se ndonjëherë të thuash të dua nuk do thotë me vërtet që e do dikë. Oh. Pse? Unë për shembull jam një njerëz që I want to be loved loudly. E kupton? Po e kuptoj. Pra ti nëse do të thoja unë Greta, shikoj se unë të dua, ti do ta besoj me vërtet këtë? Po tani po pa ndodh disa rrethana ose disa situata, sigurisht do ta besoja. Është ajo çështja e këtyre marrëdhënieve me. Se ti si e sheh dashurinë? Për shembull, njerëzit janë të ndryshëm, kështu që dashurojnë në mënyra të ndryshme. Unë për shembull jam njerëz që dua të duam ma thuash, ma kujtosh në çdo moment që jam e rëndësishme, dua vëmendje, dua lidhatime dhe unë shpreh këtë gjë që unë kështu dua që ti të më duash.
Po shiko, tjerë duhet I lësh të duan ashtu si duan ata, jo si çdo ti të duan. Ke probleme me veten, fillo të punosh. Jo, kjo nuk është e vërtet. Jo, sepse unë e shpreh se çfarë unë dua dhe Ka ti njerëz nuk për më shembull do që nuk atëherë. do, se nëse ai nuk të thotë ty shiko se Greta se unë ty të dua, nuk do thotë që me vërtet nuk të do. Edhe nëse s'ta shpreh një moment dashurinë, unë po nuk do thotë që nuk të unë do. dua që të ma shprehësh. Është njëjtë si ti Bëhet e për shembull të më bezdishme, bëhet e shprehësh. bajatshme ndonjëherë. O, Ka zoti, robi nevojë për atë qetësinë e vet, mos ta thot 500 herë në ditë të dua. Se I hub Nuk po sensi. them 500 herë në Duhet të ditë, shpiki një por në fjalë shumë tjetër forma pastaj. dhe në shumë mënyra, unë kështu personi jam. Atëherë ndoshta unë duhet gjej një person që është fiks kështu si Jo, unë. ti duhet të marrësh një plastelin dhe ta krijosh vetë atë personin, se ndoshta nuk ekziston. Jo. Pse nuk je Ti dakord? e do. Pse ti si e sheh dashurinë? Për shembull, si e shpreh ti dashurinë? Nuk Dua është ta shpreh fare. di. Pra je njëri i ftohtë. Shumë I ftohtë jam. Je njëri i ftohtë. Po si jetoni ju njerëzit e ftohtë? Ma s'doni ndaj përqafim, Mari. s'doni Shiko, ndaj përqafim po është okay, po, patjetër që po. S'doti të ta shpreh dikush që të Jo. do. Si Mund jo? lodh, madje mund ta kur më thot mami ndonjëherë zemra mamit dhe më lodhi kokën. S'kam nerva jo. Ua, ç'çeni ju njerëz? Është e kështu? çuditshme. Qa, unë do më thënë jam 1 në 1.000.000 që duhet që të më shprehet E dashuria. je kështu nuk e di. Allah na ruaj. Jo, nuk e mendoj kështu, nuk e mendoj kështu. Ka këtë Një historia tjetër. U mërzita tani. Ba. Historia tjetër, ka dhunë tradhti dhe s'po ta tregoj këtë tjetrën. Se jo ma thuaj. Jo, s'po ta them. Okej, hajde të do e lexosh. Dua të tregoj sa i gjatë qeka. Dua të tregoj historinë time 3 vjeçare të një marrëdhënie që kisha me një djalë 10 vite më të madh se unë. Nëse e humb në një moment se qeka shumë e gjatë, më Të thuaj them, po. Greta stop. Një marrëdhënie që dhe sot më kalon me pasojat e veta. Takoheshim fshehur se prindrit e mi nuk donin që kjo marrëdhënie të vazhdonte. Në momente të ndryshme të marrëdhënies marr presione si nga prindrit e mi, si nga ai dhe në një moment dobësie tentoj të vras veten. Të merr. Mos e bëni kur. Më falni që po e ndërpres historinë, po mos e bëni kur. Çfarë do lloj arsyeje në botë të jetë? Kesh. Në asnjë lloj momenti mos shkoni në atë pikë ku ju mendoni që jeta juaj nuk ka më vlerë se çdo gjë ka zgjidhje. 3 ditë është çudia më e madhe. Çdo gjë ka zgjidhje. Ka qenë veç fillimi I asaj torture, pas asaj ai vazhdonte të sillej gjithnjë e më keq. Nuk më linte të dilja, nuk më linte të kisha as rrjete sociale, madje njëherë nuk më la as të shkoja të vizitoja gjyshrit, sepse duhet të flisja me atë. Filloi të bëj gjithnjë e më keq. Duhet I tregoj edhe kur të shkoja në banjo dhe kur haja bukë, dhe nëse vonohesha shumë do të pasonte një zëng. Njihja dhe motrën e tij dhe ajo në vend të më supërtonte, përgjigjja e saj ishte se mashkull është do të bërtasi. Pika. Jam I shokuar në këto momente. Ndërkohë ai në familje kishte një baba dhunues që ushtronte dhunë ndaj nënës së tij. Këtë e lexoj një ditë në mesazhet që kishte me të motrën, këtë gjën e pas ka lexuar. Dhe në syrin e tij kjo gjë dukej normale se veç një shpull kishte ngrënë mami. What the fuck? Çfarë po lexoj? Situata sa binte dhe bëj më mbytëse, ai shkoi jashtë për një jetesë më të mirë, gjithmonë kam dyshuar për një vajzë që ai e mbante rrjetet e tij sociale, gjithmonë ajo goca. Gjithmonë ai emri që ke parë që në fillim që e dyshan. Ai emri që e ke dyshuar dhe ka gry këtu brenda. Ai kishte çdo rrjet të mundshëm, ndërkohë unë s'mund të kisha sepse unë mund ta tradhtoja. Dhe kam dyshuar gjithmonë tek ajo vajzë, nuk e di pse. Ja, tek ajo. E tham. Dhe kam dyshuar gjithmonë tek ajo vajzë, nuk e di pse, sepse unë e hiqa nga rrjetet e tij, ai e shtonte, përsëri me pretekstin që është vajza e shokut të babit. Kuptoj. Dhe I gjeja ai jashtë më tradhtonte mua me këtë vajzën. E pritshme. Gjithmonë ajo vajza. Do me thënë, ndërkohë që unë e prisja që ai të kthehej në Shqipëri, unë e prisja, ai atje kishte një marrëdhënie sistematikisht. Këtë e tregoj në fund me krenari që shikon të kam tradhtuar ty sepse jam burr. Dhe kulmi ishte se ai dyshojte dinjiteti im. Ishte gjëja e fundit që unë mund të toleroja tek ai. Tani kam kuptuar që ishte gjëja më e mirë që kam bërë për veten që jam ndar nga ai ju përqafoj. Pas ke nejt shumë. 3 vite? Pas ke nejt shumë. Ti duhet I kishte dhënë durve që përpara.
të mbyll në shtëpi. Goca, ju lutem, kur shihni këto gjëra që njerëzit Jo, u tregojnë. toksik jam me të drejtën, po deri në këtë farë pike, jo. Më të shkosh në banjë ti tregosh dikujt në duket e tmerrshme. Do e mbyllje ti dikë në shtëpi. Jo. Do i thoje mos dil, mos ik atje, Jo, mos do i thoja dil, ik, mos bri, mbaj rrjetes. përcek, Po ti si je toksik, ç'a ke? Pse thosh jam toksik? Nuk janë toksike këto? Jo, nuk janë Dikush tjetër toksike. thotë që ka normal. Ky tipi për shembull është super posesiv, super arrogant, super toksik, sepse ka dashur këtë tipe ta mbaj thjesht aty Si kukull. mbyll, si Vetëm kukull. çentroj mungon Po, edhe pronën e vet dhe ju lutem kur shihni këto gjëra, këto red flags-a, duhet ta heqin dorë që në fillim. Ndoshta janë në rastin e Enit. Enin duhet ta toleroni. Po, Nuk si e bëj di, këto gjëra, si kështu që- mendon ti Eni? Ti që kur do t'i kishe bërdalje këtij personi? nuk e tmerrshme për zotin. Që ditën e parë, okej, se nuk do ta kuptosh që ditën e parë, po kur fillon edhe shfaqen këto. Shikoj, di ç'a mendoj unë? Ha. Që nëse ja toleron dikujt një gjë, nëse unë për shembull e bëj këtë gjë dhe ti ma toleron mua një herë, unë ta marr dorën dhe them, hajt se kjo kështu e pranon këtë gjë ose e bën këtë gjë. Po. Pra ne i mësojmë njerëzit na trajtojnë ashtu siç duan ata të na trajtojnë. Po, e vërtet, shumë. Kështu që nëse ti ja bën të prera gjërat që në fillim, kurse si gjëja ndahet Ose kur vetë që nuk në fillim toleron kaq shumë. ose vazhdon. Unë jam dakord në pikën kur partnerët duhet të komunikojnë me njëri tjetrin dhe të arrin në disa tolerime që janë okay nga të dyja palët. Po në momentin kur njëri nuk është dakord dhe tjetri është Po dakord, gjithmonë është mendoj një bëhet too marrëdhënie much. duhet të tregohet Plus çdo mendoj gjë që jo kjo- sekrete, të shfaqen, të hapet me karta të hapura. Se kjo flitet çdo problem, e ka çdo gjë. parë ky dhunues, mbyll në shtëpi. Po i ka Familja parë, po prap nuk ka kësaj reaguar, dhe nuk ka bërë gjëra për reaguar, vete. e ka toleruar. Ose ka njerëz që kanë frikë të tregojnë këto gjëra. Unë them që nëse keni frikë, mos i mbani këto gjërat për vete, gjeni personin më të afërt që ju ndjeni komoditet që t'i flisni këto gjëra dhe të paktën të merrni një mendim se dhe me vete nuk kalohen gjitha këto trauma. Se Po, është traumë, vërtet, të është rish mbyllur, traumash. tregosh me kamerë kur je në banjo ku ta di unë, është gjë më absurde. Dhunues, po. Familja të pas ka dash të mirën, që pas ka dash ta... Po tash duke që në fillim. Tash dukte, shqyr na bëhet qefi që të paktën që ke Je ndarë lumtur tani besoj. dhe uroj të gjesh dikë që të doj, Jeta jote të të shkoj respektoj. Ndryshe. Përshëndetje, first of all, love you and your videos, love you too. Po dua të them dhe unë historinë time këtu. Isha në lidhje në distancë me një çun dhe gjithçka mirë, Se pastaj tregove me qa është kjo, të përgatis vete. kjo thoshte 4 rafti dhe foto nudo. Okej. Dua ta them dhe unë historinë time këtu, isha në lidhje në distancë me një çun dhe gjithçka mirë, pastaj u fto. E zura me tjetrën, e fala. Kuptoj. Pse e falni tradhtin. Dhe pas disa muajsh fillova ta urreja se vetëm u ndanim, ktheheshim, sa do filloja diçka të re unë, dhe mori vesh ai një ditë, më fali dhe filluam prej fillimi. Do me thënë, kjo që ka ndarë, Mua më bëni ngec kështu- filmi që në momentin që i jep dikujt mundësi të dytë. Unë nuk i mbështes këto mundësi të dyta, asnjëherë. po, O e mbyll ose mbyll. po dhe mu më vjen shumë kështu që fillova diçka të re, do me thënë, kjo ka marrë iniciativën të filloj njohë diçka dikë të re me tjetër. dikë tjetër, Ka lënë atë tjetrën dhe janë bashkuar sërish bashkë. dhe nuk e kuptoj. Dhe ky çuni bënte sikur se ka ditë që unë kishe se ka ditë që unë kisha lidhje të tjera para tij. Një ditë unë u bëra psikologjikisht keq dhe të shtëpisë time e morën vesh për mua. Dhe atë se ishte pak e fshet, po ai e bënte lidhjen tonë shumë seksuale dhe më kërkonte foto nudo dhe kështu gjësh dhe unë si budallaj që e dashuruar ja plotsoja i qefit atij. Unë duke menduar se do të martohemi, sa mora vesh dje, ai e kishte tjetrin që nga fillimi i shkurtit dhe ai prap shkruante me mua. Do me thënë hante me 2 lugë. Dhe unë u bëra keq shumë prej atyre fotove që i kisha çuar atij dhe tani s'mund të jem as në lidhje me dikë tjetër se ndihem keq për çfarë kam bërë me idiotin në fjalë. Por që mos të krijosh diçka tjetër se ke frikë se dikush do të kërcënojë me ato foto, ekziston policia, shko denoncoje, mbylle brenda. Ka zgjidhje për këtë gjë Jemi se në shprishje vitin imazhi apo ku ta diu. 2025. Por nuk besoj se dikush do dilte dhe do t'i bënte me këto budalliqe. Shiko, ka shumë rrjete sociale që meshkujt shpërndajnë foto, video intime të femrave, Jo, që gjë është shumë gjë personale dhe mua personalisht më duket shumë gjë e shpifur dhe jo burrërore.
sido ta kesh pas atë gocën ti, çfarë do lloj marrëdhënie që të kesh kaluar me atë vajzën ti. Pastaj e di çfarë nuk kuptojnë kush është bukur atja tregosh të tjerë. Nuk bëhet. Nuk është krenari. Burrat, meshkujt e vërtet, me femrat që kanë kaluar nuk i tregojnë fare. Fare. As nuk hapen pythësh, më fal që po flas pak kështu tani. Se bëj me pip. As nuk ka ndonjë krenari dhe as nuk ja tregojnë gjithë miletit për të Qa kam ulur pasur? dikë tjetër. Ajo Shko, e është di që mendojnë që del keq ai vetë si person njerë, se nëse ka thënë që e ka dashur apo ku ta di unë, s'mund dali dhe të shpërndaj. Jo, po të them dhe këto raste që varja si do ta ketë pas marrëdhënien me atë vajzën, është shumë jo burrërore. Absolutisht, po Për ka dhe mua vajza është ose ku ta di unë që shumë gjë- pranojnë ndonjëherë që ti filmosh dhe ti publikosh këtë gjëra dhe nuk ka kanë problem fare. Tek pjesa e filmimit, ndoshta duan që t'i plotësojnë çdo gjë partnerit të tyre. Okej. Por Jo, pjesa e unë s'jam pro fare publikimit kësaj gjë, sa? është diçka too much, është një gjë që ti e bën për kënaqësinë tënde, të femrës që ke aty, and that's it, Se unë di kupton? me të vërtet një rast që kanë filmuar dhe ka pas vajza dëshirë që t'janë nxjerrë këto fotot apo ku ta di unë videot dhe në kokën time nuk lidhet fare kjo gjëja, që si mund ta pranosh që dikush të dali të nxjerrë videot e tua me fytyrën tënde se ti i prish punë vetes tate e para, po. Jo, për mua është një tmerr, një gjë Po skandaloze. gjithsesi, Për vajzës shembull, edhe këto pra që janë nxjerrin pa dëshirë, çfarë do lloj marrëdhënie që ti të kesh kaluar me atë femër, ti je burr, ti e konsideron veten tënde burr, mbaje atë emër dhe atë dinjitet, dhe atë sedrën që ke. se di çfarë mendoj Dhe e ndonjëherë di që që ka kur ja bëj këtë femra- gjë kështu unë laj hakun tim, no. E di që ka Të femra që ekziston. shkojnë drejt vetvrasjes për shkak të kësaj gjëje. E di. Shkojnë drejt vetvrasjes për shkak se ti do të hapësh bythësh tek shokët e tu për foto dhe video që ke bërë me një femër. Është shumë gjë e tmerrshme, për mua shumë gjë e shpifur. Shumë nuk i konsideroj burra këta lloj njerëzish që shpërndajnë video të femrave nudo që kanë kaluar intimitet, që i shpërndajnë nëpër këto rrjete sociale. Ju lutem mos e bëni. As mos dërgoni foto. Shijoni momentin, privatësinë tuaj, Po, fikni dritat edhe jeni interesi. aq, mos i bëni keq dikujt tjetër që s'ju ka bërë asgjë. Më vjen shumë keq. Vazhdojmë dhe me një histori tjetër, është historia e fundit. Hajher. Tradhti me shefen gjatë shtatzanisë. Titull. Pse ekzistojnë këto? Unë kam menduar se bëhen vetëm në për filma. Të shohim ato mesazhet. Hey, Hey. është dhe një hey. Im shoq më tradhtonte me shefen e tij tek puna që ai gjeta unë. Te puna që ja gjeti kjo. Mos ka i bën gjeni, der. mos i Mos i gjeni gjeni më burrave punë. Ndërkohë që isha shtatzan, shoqet që punonin aty më thanë që dyshonin, po thoya me vete nuk ka shanse derisa i gjej në laptopin e punës e kishte të lidhur me WhatsAppin. Biseda ku takoheshin, ku rrinin të gjitha domethënë. Dhe kur ja thash që kështu më tha, po ç'a të bëja se ti ishe shtatzan. As nuk kërkoj falje asgjë dhe sot e kësaj dite mendon se ka vepruar mirë. Këta vazhdojnë të jenë bashkë apo jo? Pyetja Dua ime. vazhdimsi. Ç'është kjo histori që ma keni lënë Është shumë e vakët. Ç'është kjo histori që ma keni lënë kështu pezull? Ngritën shumë pikë pyetja. E tmerrshme, po ç'a të bëja unë se ti ishe shtatzan. Njeriu që të do nuk të tradhton, sidomos kur e ke 9 muaj janë. sidomos kur e ke partneren tënde me bebin, me frytin tuaj të dashurisë. Ua, Ç'do bëjnë në këtë rast? do ta leja. Do ta leje, Nuk do më rrisja intereson fëmijën aty fare. vet. Do ta rrisja fëmin vet, nuk më intereson fare, do ta ndaje. Nuk ka asnjë justifikim për tradhtin. Jo ishe shtatzan, jo ishe Qa ishe? me cikël, jo ishe kështu, jo isha ta punë, jo ishte i moment, jo ty du për ta mamat atje, jo, nuk ka. Nuk toleron, sidomos kur unë jam në një moment kaq delikat dhe kaq të bukur të jetës time dhe Po të shkatron momentin, mendoj po. që jam me personin që unë dashuroj dhe personi që unë dashuroj cepa zyrës mbi tavolinë. Ti se di zhvillimin, pritje. Jo, Ne presim po, par ashtu dyshi. Ashtu është.
ti fal ti. Jo, unë pardysh. Pardysh nuk ka pardysh. Nuk di çfarë të bëj, thoshte kjo. Nuk më dha një përgjigje, më thoshte. Do ta lësh. Përderisa kjo e ka falur dhe ka vazhduar, është e kot. Është Ta lëri tani, ndoshta do ketë lind fëmijë. Nuk e di sakt, jo se tani afër e ka shkruar, kështu që si moj motor, se ngjajmë dhe si ti kështu, kështu se kur duam të shkatrojnë familje dhe më komentojnë pastaj ti Greta vetëm për ndar çifte je. Ti e bosi ato të fjerë. Tamam, bashkok tim, daja ndej, ngjaj shumë njëri i keq, po për zonë, ndoshta unë jam shumë e vogël, ndoshta ti ke shumë vite me këtë partnerin, po Jemi dhe gjenerat tjetër. Nuk e di, nuk do ta bëja. Seriozisht. Ta vazhdoje? Sigurisht që jo, ai e ka bërë sistematikisht këtë gjë. Nuk është se ka bërë një herë dhe po e bëri një herë, po prap dy herë. Se po e mendojmë. Prap unë nuk do ta mendoja. Trimeni aty. Por nuk. Po sikur të ma bëj prapë, po sikur të jetë një tjetër, pastaj çmenësh veten tate. Po, sepse ti futesh i stres që se ke vetes. Më mirë leje dhe shpëto. Ja e fale. Unë për shkak do mos e kalo fare, ja e fal. Nuk e fal, ndaloj. Nuk e fal, ja e ka fal kjo. Do lindi fëmijën, do rritet fëmia, do bëjnë marrëdhënie seksuale me njëri tjetrin, do i kujtohet që kështu ka prek atë tjetrën, ta përplasë ai nga muri, do thotë ja kështu ka përplas. Atë te tavolina. Atë te tavolina. Të rrin në tru. Ti qofsh që pas këtë uroj që fëmia të lindi me shëndet. Patjetër. Sta klame këmbë me dur apo se thuhet shumë. Po. Se dim nga këto raste. Lindi me shëndet, sa jam shumë e mirë me këto gjëra. Pasi të lindi fëmia mund ta ndash sepse ti mund të kesh anën tënde psikologjike më të mirë. Se do njëherë ka femra që kur janë shtatzane kalon një moment dopsie dhe është kjo depresioni pas lindjes. Pas më duket. Okej, mos vepro për momentin direkt. Kaloj një periudhë dhe fillo ta rimendosh. Ajo është e ngarkuar psikologjikisht. Momentin e saj më të bukur shtatzanina ajo pa e kalon me një tradhti. Eni Vitri, të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Unë nuk naqa. Ma bëre këtë episod shumë më të bukur. Unë do vi prap. Sigurisht që do vish prap. Do ma pranosh ftesën prap. Ti çoje je. Absolutisht je i mikpritur, më pëlqen të bëjmë pak thashë theme, ca histori, ca mendime. Nuk kryej, po herën tjetër do nxjerr unë. Gjosh historitë mia. Edhe shiko se doli shumë mirë sot. E ke mbajt veten, po, e ke mbajt veten shumë mirë, ke fol kështu shumë rregull, kështu që shumë qet. Ë? S'do më marrin një natë. Jo, nuk do të marrin një natë. Jo, ke fol shumë qet, shumë prisa në shpërthim, në çfarë priset të bëj akrobaci këtu se gjithë duket kjo. Kur takoj njerëz kështu në rrugë, më thonë, "Po s'ke këtë aq fani si TikTok?" Edhe them, "Po çfarë prisin të bëj unë në rrugë?" Po pra, të ti jam kështu si çmendur smunda. E njëjta që më ndodhe mua, pa merak, po. Mua për shumë më shohin edhe në për rrugë duke ecën thonë, "Ua, ishe shumë serioze, nuk të fola për jo." Seriozitetin pastaj unë gjatë kohës kur ikin punë jam gjithkohës me kufje dhe më tha, "U sa serioz që je, nuk të shifja dot." Më fal, po unë s'e njoh shumë njerëzit në për rrugë. Nuk është jeta jonë personale, normal që do rrim serioz në rrugë, po nëse na afrohen njerëzit jemi. S'mund edhe gjithkohës kështu se mpihesh. Nuk e di, unë gja krijoj antipati nga fytyra ime, nuk e di pse. Jo, jeni njëri shumë pozitiv, shumë i ëmbël, shumë kind, kështu që ndrojnë opinion dhe mendim për mua. Jam rob zoti. Je rob zoti, dhe me këtë e mbyllim. Mirëpafshim.